Ndoqëm kështu një performancë të bukur, ndërka që vazhdim është kuashtet lidhemi me Fation Nguashen. E kemi në lidhje direkt e Fationin, me cilin do të flasim për ekspozitën e ti mjaft interesante, detajet e kësaj ekspozite sigurisht që do t'i ndëgjojmë gjatë bisedës me Fationin. Alo, Fation, uroj që po më dëgjon? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Fation. Thuaj si e fillimisht? Mirë, super, mirë, faleminderit. Me sa sho dukesh mjaft i relaksuar. Normal. Fation, dua të flasim pra për veprën tënde, e cila është një vepër në mbi 20 metra katror dhe 11.000 thyrje letrash është bërë, ndërku po e shohim këtu në ekran, është bërë kjo pikrisht për nder të familjes Jashari. Fillimisht më thuaj si lindi kjo ide ose pse pikrisht në këtë formë të artit ke vendos me realizu këtë? Ideja ka qenë për me punu komandanti legjendar Adem Jashari, i cili heroikisht ra me familjen e vetë, me ndëru Adem Jasharin, me ndëru gjithë dëshmort e kombit që kanë sakrifiku jetën e tyre. Mirë po, fillimisht ke kohë që e bën këtë lloj arti kështu në këtë formë me thyrje letrash? Sepse sigurisht që nuk është kjo vepra jote e vetme. Kam disa punime të tjera. Ideja ka nisë që me ndëru dëshmort, me ndëru kombin, me ndëru athejon, duke fillu pej flamurit të Kosovës, flamurit të Shqipërisë. Flamuri i Kosovës më ka marrë kohë rreth 1 muaj det, me 2024 copsa letër për 2024 vitet e Kosovës, për vitin 2024, flamurin e Shqipërisë me 4.000 letra, projektin për 1432 fëmijët martir në bashkëpunim me profesorin në Stretlana, i cili më ka jep librin për fëmijët martir, do të thotë prej 1989 dhe 1999 janë 1432 viktima fëmijë që kanë humbur jetën nga gjenocidi serb. Mirë po, Fation, më thuaj, nga të buron ty e gjithë kjo dëshirë, pikrisht mja u kushtu përmes artit, mja u kushtu, do thoja, ose me këtyn në vepër? Frymëzimi im kryesor është historia e Kosovës, motivimi është prej familjes, po besoj edhe më e mira është që jam edhe nga Skënderaj, edhe aty ka lind lufta, paqja, njerëzit më të shtrenjtë atë dheut. Mirë po, tash sa vite janë bërë që ti pra ke fillu të merresh me këtë lloj arti? Unë që nga i vogël kam punu me letër, si çdo fëmijë të realizu punimet vogla kështu, po që 2 vite kam realizu në formë pak më profesionale. Mirë po, ishte vështirë fillimisht? Po, normal. Apo të sugjeroj dikush që të fillosh dhe të bësh, nëse mund të them piktura, në këtë lloj mozaike e këtu. Okej. Pak e vështirë, edhe pak i ri, atëherë kam qenë veç 14 vjeçar, ka qenë pak zërë, po me koordinimin e familjes, me mbështetjen e familjes ka dalë shumë mirë. Flamuri i Kosovës e gjitha punimet deri më tani tek ekspozita e kryekomandantit legjendar Adem Jashari. Mirë po, kjo e komandantit legjendar Adem Jashari, sa kohë ka marrë saktësisht nga fillimi deri në finalizim? Pej shtatorit, do të thëtë 28 nëntorin shtëpinë time ka ardhur që nga shtatori, jam të punu që 2 muaj det për veprën e Adem Jasharit, një vepër që po besoj do të marrë jehon dhe të pëlqet nga gjithë shqiptaria, sepse po nderohet figura e kryekomandantit Adem Jashari. Mirë po më thuaj, fillimisht jam kurioztare të di, kur e punon këtë mozaikun, fillimisht e vizaton, pastaj i ndjek hapat përmes vendosjes së letrës, apo si shkon? Kam punu edhe disa punime të tjera, në ekran shihet edhe punimi i Avedin Regjës, të dëshmorit Sandokani, i cili ka luftu me 8 tetor është përvjetori i tij. Këtë kam bë në bashkëpunim me gruan e tij, si dhuratë për dëshmorin. Nëse nuk e ndëgjove pyetjen, po ta përsëris edhe një herë. Kur e bën këtë lloj mozaiku, çfarë do tematikës që ka? Si ja del që ta finalizosh të tërën? Shkon fillimisht e vizaton, pastaj ndjek hapat duke i vendosur me letër, apo si shkon?
Më spari vizatoj se të gjitha punimet, pastaj normal që edhe merë kohë durim, çdo thymje letra ka pas një letër ka pas 10 thymje letra, 10 thymje të letrës, me mbi 11.000 thyrje të letrave, është një punë e madhe që është bë të secili punim që kam deri tani. Mirë, po është kosto të bësh një mozaik të tillë? Normal, kosto lyp, po kërkon kosto të madhe, po me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit, këtë punim ja kam dalë, edhe që i falenderoj shumë, sepse fundin që e ka ndodhur për mua, ka qenë një bashkëpunim me ta që s'do të harroj, edhe që unë nuk do të ndalem, planet e mia në afatgjate, kam projekte të shumta në VM, do të paraqes punën time edhe në të ardhmen. Po, më trego çfarë ke synim, ose cili është mozaiku i radhës që do ta bësh? Do ta krijosh? Mozaiku i radhës nuk e di hale, ka një punim që kam pak a shumë në kokën time, po ai mbetet në shkurt. Mirë, po, do t'jetë me motive patriotike, do t'jetë ndonjë figurë tjetër, apo se? Do t'jetë për Kosovën, për 17 shkurt. Okej. Diçka për festat e fundvitit jo, a? Jo, në jam tek kjo landa pak më patriotike, edhe masi që jina nga Skënderbeji është kjo... Po me gjithat nuk ka rëndësi se nga je Fatjon, me gjithat është mirë që të kemi se cili, po besoj, se cili e dua ma dhe unë e gjitha këto. Mirë po, Fatjon, ekspozita është duke mbajtur në salën Ilaz Kodra, nëse nuk gaboj, në Skënderaj, apo? Në palestrën e sporteve. Në palestrën e sporteve. Më thuaj kur ka fillu, sa ditë ka me zgjatë e gjithë shka? Ose çka pret ti vetë më saksisht? Ekspozita nga dita e hondën, me thonë dje, është hapë ekspozita, e deri të premten, ka vizitor që po vinë, ka që po e përcjellin punën time, dje kam pas edhe në kryetarin e komunës Patinurën, zonjën deputete Sala Jashari, ka figura të rëndësishme që po vinë, po me gjithat. Cilat ishin fjalët e tyre kur panë veprat e tua? Çka impresionoi më shumë? Ose cilat ishin pyetjet e tyre për ty? Pyetje ka frymëzime, më shumë të është kjo pyetje se prej një triut nuk është ka pritet që t'kjo punë, ka që madhe edhe për më ndërru të shmorë se tash patriotizmi thuaj se ka ikë tek rinia kogja shumë, do të përmenden dëshmorët, do të përmenden fëmijët martir, nuk do të harrohet historia. Kjo është Mirë, po çfarë thanë ata kur ishin aty? T'japën mbështetje apo si? Po, më japën mbështetje, më japën kurajo dhe për projektet e radhës edhe ndoshta edhe do të më ndihmojnë. Tha do të zgjohet deri të ditë në cilën ditë? Deri në 21 nëntor deri të premten. Deri të premten, pra edhe është hapur për gjitha? Po, pa dallim, secili njeri mundet me ardhë dhe me pa ekspozitën time. Ndërka që jashtë aksaj, Fatjon, je në shkollë, në studime, çka bën jashtë aksaj, Fatjoni? Jam në klasën e 8, në nxënësi klasës e 8, në shkollën profesionale Anton Qeta, këtu në Skënderaj. Punoj jam si nxënës që është e thjesht, në drejtimin e IT-s, larg pak IT-a me artin, po mundona me lidh që me skicat të ndryshme projektet ma herë mi po edhe mi në punë. Artin e bën për qef? Hapi, po. Hapi. Sigurisht, atëherë Fatjon, unë të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese dhe sigurisht që ke bërë një vepër shumë të bukur, edhe uroj që të vazhdosh kështu.